Momenti kur Gimbo mori vesh se shoku i tij i ngushtë, Gjesti, ishte arrestuar, ishte një goditje që i ndali frymën. Bota e tij u errësua. Zemra filloi t'i rritë fort dhe nga tronditja e madhe, ati i ra të fikët. Sa po erdhi në vete, u nis menjëherë për në Prishtinë. Nuk mendoi për asgjë tjetër, përveç se të ndihmonte mikun e tij. Gjatë rrugës, kujtimet e fëmijërisë i vërshonin, momentet kur mbronin njëri tjetrin. Gjesti ishte familja e tij. Në Prishtinë, Gimbo gjeti menjëherë një avokat të njohur. Ishte i gatshëm për çdo sakrificë financiare për drejtësi. Ky nuk ishte thjesht një udhëtim, ishte dëshmi e një mejësie të rrallë që provohet në momentet më të errëta. Shoqëria e vërtet nuk matet në ditë të mira, por kur dikush ka nevojë për ty më shumë se kurrë. Gimbo tregoi se mejësia e vërtet nuk njeh kufi dhe nuk dorëzohet kurrë. Një histori që na frymëzon të gjithëve.